Rikthehemi, sot flasim për të bukurën, për të qenit të ndihesh mirë, të ndihesh bukur edhe për fat mirë, qoftë mjekësia, shkenca, teknologjia, të gjitha me radhë, pra janë duke punuar për më të mirën, për të ndjerë ndoshta më të rinj, më të freskët, për të dukur ashtu siç ne dëshirojmë, pavarësisht ndryshimeve që vijnë në jetë për shkaqe nga më të ndryshmet. Do të ndalemi fillimisht tek lazeri. E kur themi fjalën lazer, ne në vetvete në fakt menjëherë shkojmë tek epilimi si mendim, por llojet e lazerit, dhe këtë po e diskutonim edhe në publicitet me doktorin, janë të ndryshme, pra për funksione të ndryshme. Kështu që le t'i marrim me radhë dhe i analizojmë njëra pas tjetrës. Të gjithë përdorin fjalën lazer. Fjala lazer është një akronim, pra është Light Amplification System, është një akronim i cili përfshin shumë teknologji të ndryshëm. Dhe ajo që duhet të thënë te pacientët dhe te gjithë njerëzit është që lazeri përdor një element që quhet kromofor, që është ngjyra. Pra, ngjyra është target i lazerit. Nëse neve do vemi të bëjmë një epilim për shembull, do përdorim qimi ajo në zezë, lëkura është e bardhë. Automatikisht ti përdor një lazer dhe në vetvete godet qimen e zezë në një lëkurë të bardhë. Nëse do, pra kromofori, targeti është e zeza. Dhe për ato themi shpesher, do me thënë të pacientët tanë në periudhën e verës, shiko, nëse ti do nxjesh, duhet na vësh në dieni, apo nëse ke vajtur në mes të dimrit, që ndodh shpesh kjo gjë, dhe te pacientët që vënë për vendet që kanë më shumë nxehtësi, fillon dhe nxjihen automatikisht, nëse ti nuk e thot te klinika, përsa lazeri nuk arrin të kuptoj lazeri ngjyrën tënde, duhet ta kuptoj mjeku. Pra, duhet ta kuptoj operatori këtë gjë. Dhe ju ndryshoni parametrat? Ndryshon parametra dhe automatikisht do të bësh një dermatoskopi që ti të shikon pikërisht lëkura është nxirr. Pra, nëse ti nuk e bën këtë gjë, automatikisht i bie që ti mund të dëmtosh pacientin nëse nuk ke eksperiencën e duhur. Element tjetër për shumë për lazerat është që te kromofori është që kemi lazerat të cilat përmirësojnë kualitetin e strijave, mund të heqin luthat. Këto janë lazerat erbium ose lazerat SO2. Automatikisht tu targeti, po të shikojmë, pacientët thonë vajta bëra përmirësova strijat ose përmirësova kualitetin e lëkurës duke u skuqa shumë. Aty targeti është pjesa e ujit, uji brenda në qelizë, dhe automatikisht neve përdorim atë pjesën e lazerit që të rigjenerojmë lëkurën dhe duke e dëmtuar, po e dëmtojmë në një farë mënyre me teknologjinë e duhur dhe me energjinë e duhur. Se në vetvete në pamje të parë është një lloj dëmtimi, një lloj djegje. Duhet të ndodhë, se trupi jo në vetvete, po të vemi të shikojmë, lëkura është organi i madh i trupit tonë dhe normalisht peshon mesatarisht dhe 10%. Nëse neve nuk arrim dhe flëgjume shkreta, nëse ti ecën në rrugë, kocka jon prodhon kockë. Osteoblastët prodhojnë kockë, njëkohësisht osteoklastët tanë kockë. Lëkura është një organ i cili flëgjum dhe neve normalisht duhet ta stimulojmë. Stimulimi ndodh me 3 teknologji, ose me anën termike, pra duhet japim temperaturë, ose me anën mekanike, pra duhet ta pickojmë duke bërë ato mezoterapit, ose duke bërë energji të cilat pickojnë lëkurën, ose me anën kimike, pra duke dhënë një energji kimike ose duke irrituar me peeling, mund të themi. Këto janë 3 mënyrat që neve stimulojmë lëkurën. Dhe nëse nuk e stimulon, jo në moshë të re, por në moshë më të avancuar, lëkura në vetvete nuk e kupton atë, sepse kërkon të mbylli dëmtimin, pra që të mbylli dëmtimin që ti shkaktove në mënyrë të kontrolluar, ajo në një farë mënyrë prodhon lëkurë, stimulohet dhe kështu fillon gjithë procedura. Bën vetë rigjenerimin. Bën vetë rigjenerimin sepse mendon se do mbyllet, pra në vetvete do të mbylli dëmin që ti shkaktove. Lazerat erbium janë lazerat, me thënë në një farë mënyrë teknologji ose lazerat SO2 shumë avancuar që ti në një farë mënyrë mund të arrish të përmirësosh shumë problematika, mund të heqësh luthat, mund të përmirësosh strijat. Strijat është, me thënë, nuk mund të strijat dajnë, strijat të kuqe, strijat të bardha. Strijat të kuqe janë ato të para që ti të shfaqe në moment, për shembull, në fazë të parë, të cilat pacienti shfaqe edhe në moshë të vogël relativisht. Aty përdoret një teknologji ose përdoren trajtime specifike. Kur strija bëhet e bardhë, është një stri që është maturuar, pra ka shkaktuar një plag, një cikatrishe të përhershëm. Automatikisht, në momentin që të shkaktuar stria, i bie që lëkura është hapur. Ti duhet t'i thosh lëkurës, duhet ta dëmtosh prap që ajo të afrohet dhe të prodhoj elastinën dhe kolagjenin. Pra në rastin e procesin nga para të lëkurës, që të bërë rigjenerimin, se kjo është edhe thelbi edhe i aparaturave në përgjithësi besoj, që
të përdorim për themi me anë të imunitetit ose të vetë rigjenerimit të trupit, ta stimulosh. Pra, është një të sigur, qofse ti ke një temperaturë ose një problem shëndetësor, me një takipirin ose me një ibuprofen, thjesht për të stimuluar dhe për të lënë imunitetin në gjendje që të riparoj smundjen. Në njëta gjendje ndodhe edhe me trajtimet e lazerit. Në momentin që ti qofte edhe microneedling, që janë dy kategori, me që jemi të kjo pjesë. Po, të microneedling. Janë dy kategori cilat funksionojnë me anë të po themi të shpërbërjes së fytyrës ose të lëkurës, në mënyrë që ajo të vetë riparohet. Në stimulimi është trupi ai që e bën riparimin vetë. Në më thënë ti i përçon energji, i përçon po themi gërvishti ose dëmtime, që ai të thellisi edhe pjesën e riparimit, do më thënë rigjenerimit. Por çfarë risku ka? A është gjithmonë e sigurt se çdo gjë do të shkojë në atë qëllimin ton përfundimtar, apo mund të ndodhë që rrugës të Lazerat ekzistojnë nga 1960-ta. Është prodhuar lazeri i parë dhe lazeri i dytë është prodhuar në Europë 1964. Nëse teknologjia i bie që jemi rreth 65 vjet që ne kemi lazerat në botë. Nëse teknologjia është teknologjia e dur dhe përdoret realisht, se këtu futet muhabeti operatorit, operatori dur, një operator i cili është trajnuar dhe ka mundësin që të bëj punën si duhet, gjithçka do vejë në rregull. Nëse operatori funksionon, hajde të trajtojmë pacient, sepse duhet të trajtojmë, automatikisht aty humbet kontrolli. Pra, çdo pacient është e njëjta gjë sikur vetë edhe kirurg plastik, dermatolog ose profesionet të tjera që merren me pjesën e estetikës, të themi, duhet të kenë trajnimin e dur. Po të vemi të marrim çdo teknologji, epilimi, nëse nuk ke lazerin e dur dhe pacienti të vjen i nxirr, ti mund të bësh një djegje, është e përkohshme themi, por kalon me kalimin e viteve, automatikisht mund bëhet një djegje nëse nuk e monitoron shumë mirë pjesën e epilimit. Po gjithmonë varet nga operatori, nuk varet dhe nga pacienti ose lëkura që mund të ketë, mbas në ka ndonjë problematik, nuk e di kontrollet që mund bëhen pastaj që në fillim. Ti te pacienti në fillim fare merr kartelën klinike, pyet nëse për shembull pacienti është në një terapi hormonale, nëse pacienti ka marrë antibiotik. Antibiotiku është një element që për shembull mund të na japi problematika të themi te pacienti. Nëse ti nuk i ke bërë një kartelë klinike në fillim fare, pacienti nuk e di. Pjesa më banale, pacienti vendos një antidjers për shembull ose ka vendosur një krem në fytyrë, ti vetë i bë lazerin automatikisht aty dhe nuk e ke pyetur ose nuk e ke pastruar dhe ajo pjesa e kremit automatikisht krijon një stres që nuk lejon lazerin të deportojë dhe mund të bëj djegje. Pra ti nuk e pyet pacientin ose antidjersa, po nuk e pastroj më fiziologjik, po flasim për lazerin e epilimit. Para se të bësh epilimin, automatikisht ti të shkruar një target. Operatori shumë i rëndësishëm dhe mjeku. Nuk dua të futem në diskutime, po sigurisht dy specializimet kardinale të cilat duhet të merren me estetikën është dermatologu dhe kirurg plastik, të cilët kanë pjesën dhe në ana europiane që mund përdorin më mirë ose më në specifik makinerit lazer. Makinerit të cilat mund të përdoren për shumë për trajtimet të trupit, mund të përdoren, ka një kategorizim tjetër dhe mund të përdoren sigurisht në operator më të gjerë që nuk jo domosdoshmërisht duhet të jenë të këtyre dy specializimeve. Ajo që duhet të themi është që pacienti nuk e di. Pacienti duhet i bëhet pyetja, ti bëhet dermatoskopia dhe automatikisht në moment që ti arrin dhe ke marrë gjithë informacionin, ti imposton parametrat te lazerit, të themi. Elementi tjetër është që të gjithë mund vend blej një makinë të shtrenjtë, apo problemi është që nuk mund të japësh makinës nëse ti nuk ke patentën. Patenta është ajo mënyra e ose licencimi si mjek, ose mënyra që të autorizojnë në një farë mënyre kompanitë të kanë futur në një trajnim të tillë që mund të zgjasë dhe ti je i autorizuar që të përdorësh themi këtë lloj pajisje. Pra, e ke evituar çdo lloj, duke bërë trajnimin e dur, çdo lloj problematike të themi. Në vazhdimsi. Kjo është pjesa e epilimit. Për sa i përket trajtimeve për shembull të fytyrës apo të trupit, aty kategorizimi është ndryshe, nuk nevojitet të jetë domosdoshmërisht me thëmjek ai që do të vendosi pajisjen apo do të bëj pastrimin, apo sigurisht ato kanë specifikat e tyre, pra makineri mjekësore, por janë të themi më të menaxhueshme. Do mbetemi pak këtu te epilimi, po? Okej.
Kur dalim ke trupi, Doja të pyesja, ka diçka, ne shohim shumë klinika të cilat promovojnë edhe në rrjetet sociale epilimin me lazer. Dhe dikush mburret se ka këtë model, dikush mburret se ka atë model. Në një lazer mund të ndjesh dhimbje, në një tjetër nuk ndjen. Tani janë lloje të ndryshme dhe teknologji të ndryshme, por qëllimin të gjithë e arrin, apo edhe ne klientët duhet të dimë, për shembull, duhet kemi informacion se ka disa që e arrin qëllimin përfundimtar, e ka disa që jo. Ideja që tek pjesa e epilimit më varet sigurisht edhe lloji i lëkurës, lloji i qimes, ka disa specifika të ndryshme për të cilët nevojitet patjetër konsulta e mjekut ose ekspertit për të bërë dhe për çdo lloj tip lëkure të ofroj atë që thamë edhe më përpara që tha dhe doktori, të ofroj atë lloj protokolli që duhet për këto lloj kategorie, sepse patjetër pajisje ka në treg, ka dhe brende shumë të mira, domethënë që akullojnë, se të njëjtat brende që janë edhe në Europë apo në Amerikë apo në vende të zhvilluara janë edhe në Shqipëri. Nuk mund të themi që nuk po kategorizojmë pjesën e pajisjeve fake që kanë ekzistuar tani më pak, po më përpara kanë ekzistuar shumë pajisje fake kineze që janë kopje të brendeve. Do më thënë në thelb, këto brende që prodhojnë një diçka, ka një background, ka një departament... Si klientë e kuptojnë nëse është fake? Pajisja e kësaj klinikës që kam shkuar? Pajisjet Kina për shumë prodhon shumë të ngjashme dhe ka dhe klientë që nuk arrin t'i kuptojnë. Do më thënë kjo është fushat që duhet edhe klinika vetë të bëjë një lloj fushate që ta promovojnë apo të kompani. Nuk kuptohet, por edhe a mund të lërë dhe pasoja të klientit e pacienti? Qofse flasim, sepse kur flasim për brende, kur flasim për kompani, do të thotë që këto lloj aparaturash janë e para, flasim për legjislacionin shqiptar, janë të regjistruar pranë Agjencisë së Barnave, janë me leje licencimi që është aktualisht për import të këtyre pajisjeve dhe duhet kesh disa kriteri kryesor që tjetë CE, që tjetë minimumi, tjetë FDA approved, çdo lloj aparature për trajtimet që bën të aprovohet pra nga Food and Drug Administration të Amerikës, pra janë në standard. Kurse produktet që janë, po themi fake, që janë kinezë, nuk mund të arrit marrë certifikimin qoftë CE, qoftë FDA. Ato mund të marrin për efekt importi, por nuk e marrin për trajtime. Dhe ti nuk e di as pacienti, as ai që e ofron, nuk e di kur se çfarë lloj rezultati ose çfarë lloj problematike mund ndoshta për momentin jo, por në fat gjatë mund shkaktojë një problematikë shumë të madhe. Ndërkohë që brendet janë shpenzime, investime goxha të mëdha që bëjnë kompanitë për të marrë këto aprovime. Qoftë CE, qoftë FDA, që do të thotë duhet plotësosh disa parametra, duhet të jenë standardin e duhur, të trajtosh shumë tipe lëkura, shumë tipe njerëzish, provohen, aplikohen aparatura në vende të ndryshme ku janë tipologji të ndryshme trupash, se si reagon njëri, se kalon një studim prej minimumi 5 vjeçar në trajtime para se dalin në treg. Para se të hidhet në treg, pajisja kalon në studim. Duhet të testohen të paktën 5 vjet që çdo lloj, po themi se nuk është vetëm për tregun evropian, janë tregu aziatik, tregu afrikan, që janë tipe të ndryshme. Dhe patjetër që ato kalojnë në përtestime. Për të arritur këtë lloj gjë, prandaj dhe brendet për shkak kur dalin me një aparaturë mund të jetë më kostoze patjetër se sa një produkt që është fake ose sa që është kopje. Sepse nuk kalojnë këtë lloj certifikimesh. Mirë po, ajo që dëmton më shumë është tek pacienti, pra, ti nuk arrin dot kur që ta kuptosh se çfarë lloj dëmi mund të ketë në afat gjatë. Për këtë rol them gjithmonë se unë flas në rolin e pacientit në këtë rast, edhe besoj pjesa më e madhe që ne na ndjek ai është edhe ka një lloj skepticizmi ndonjëherë. Ka të tipa të cilët thonë unë nuk bëj kurrë lazer se mund të më sjell dëm, mund të më sjell sëmundje. Këtu te pjesa e lazerit, duhet të them që lazeri, nëse marrim epilimin, nuk është një rrezë që të i kalon trupin tënd dhe të dëmton. Marrim pacientet femrat të cilat thonë më dëmton mitrën, nuk mund të bëj fëmijë ose më dëmton gjëndrat limfatike, pra po të vemi të shikojmë, këtë e them dhe për kolegët shpesher, se ndonjëherë hasim në një diskutim midis kolegëve, që ndonjëherë nuk kanë informacione duhur dhe i thon pacientit, po kush e di si është rrezja? Rrezja është specifike. Nëse ti ke një epilim, është për shembull 755 nanometër ose 808, që janë dy lazerat për epilimin. Aty ndodhet bulbi i
qimes nuk është rrezja zbret më poshtë apo ipën më lartë. Dakord. Pra nuk është një rrezë që do vej të godasi gjendra limfatike dhe neve do dëmtojmë, qoftë një femër dhe shkaktojmë tumor, kur neve vetvete si grup plastik kërkojmë ta ndihmojmë pacienten jo t'i shkaktojmë diçka, apo në vetvete mundet të thënë pacienta thotë nuk dua të bëj rrezë në zonën themi e bikinit, po të mitrës se do më dëmtoj vezoret në asnjë mënyrë. Lazeri nuk deporton më tutje. Që të jemi. Lazerat në duar të gabuara, pyetja që bërem përpara është që po shikojmë një formë publiciteti në Shqipëri, makina 2026, makina 2025, makina 2030, do me thënë s'ka dalë akoma. Thelbi muhabetit është që, po kthejmë në atë diskutim, klinikat blejnë makineri, nëse ti vetet e një ginekolog dhe do të shikosh bebin, nëse është mirë, e përcakton dituria e mjekut i cili ka studiuar për atë gjën dhe të përcakton që ky beb në këtë moment në bazë të ekografisë është shumë mirë. Pra, e bën me X makineri apo e bën me Y, i bie që këtu futet dituria dhe kultura e mjekut. Nësë e njëjta gjë vlen dhe makinerit lazer. Makinerit lazer nuk janë makinerit të cilat duhet të nënvlerësohen dhe të krijojnë polemika, jo po ikte mjeku dhe ikte estetistja. Janë të ndara gjërat, janë të ndara në gjithë botën, janë ndara në Shqipëri. Çdo person që merret me lazer duhet të ketë mbi veten e vet dikë tjetër i cili është specialist dhe duhet japi udhëzimin e duhur, ta orientoj. Pra nuk të bën makina e re. Dhe element tjetër është që format të ndryshme publiciteti do me thënë nuk duhet të ekzistojnë në mjekësi. Në mjekësi në vetvete do me thënë publiciteti, po të vemi të marrim ligjin evropian, nuk lejohet. Duhet të jetë, duhet themi i limituar publiciteti, të themi që ti nuk mund vesh të flasësh, ajde bëj këtë gjë, do me thënë se mjekësi është dhe mjekësi nuk mund të thosh ka makinë 2026, ka makinë 2025. Ti do vesh të mjeku të marrësh informacionin e duhur dhe nëse kjo makineri bën për ty, shumë mirë do me thënë bëje. Të japim ca përgjigje dhe këtyre miteve të ndryshme, siç edhe ju përmendet pak më herët, këtij merakut për të bërë epilimin me lazer. Nëse pacienti është atzane për shembull, dhe në muajin e tretë mund të bëjë epilimin, duhet të ndalojë në muajin e tretë, muajin e katërt të një shtatzanie, jo për arsye se dëmton bebin, por për arsye sepse pjesa intime apo zonat të tjera fillojnë dhe pigmentojnë dhe ndryshon i pigmenti i tyre. Automatikisht në vetvete ana hormonale ndryshon pigmenti në zonave dhe ti nuk mund të bësh lazer për arsye jo se do dëmtoj bebin. Në Itali për shembull, në muajin e 9 të një shtatzanie, pacientja vinte bënte një seancë në pjesën intime që mos merrte infeksion bebi. Pra, nuk është se kanë ekzistuar informacion, po mund bënde një epilim në zonën që mos merrte infeksion aqqimet për shembull në momentin e lindjes, mund bënde disa goditje. Nuk vemi të dëmtojmë fëmijën, nuk vemi të dëmtojmë mamin. Automatikisht pas një shtatzanie, pas 6 muajve kur bie ana hormonale e pacientes, automatikisht pacientja mund të rifillojë një lazer të themi para dhe po të vemi të shikojmë mesatarisht me që po përmendim epilimin, lazerat veprojnë me një mesatare 8 seanca. Sigurisht trupi ndryshon nga trupi, dikush i nevojiten 5, dikujt mund nevojiten 15. Plus ekzistojnë dhe pacientë të cilat kanë çrregullime hormonale, që është një 15% pacientë femra, të cilat në vetë nuk është një problematik mjekësor, por ky lloj pacienti ka një sasi testosteron çik më të lartë në trupin e saj dhe bën më të vështirë, po flasim për epilimin. Zhdukjen. Teknologji të tjera pastaj mund të bëhen, për shembull, risi tjetër zhduken përkohësisht apo në mënyrë të përhershme? Gjithmonë trupi jon, neve nuk kemi mënyrë të mësojmë, neve kërkojmë të ndajmë 3 fazat e qimes dhe nuk kemi një mënyrë specifik të mësojmë, domethënë, në çfarë faze goditëm qimen. Nëse do kishim një mënyrë, një pacient do vinte një herë në jetën e saj dhe do mbaronte punë me një herë, do t'i thoshim hajde të mërkurën në orën 5 edhe bëj gjithë seancën nëse faza ishte e njëjta. Ekziston gjithmonë një përqindje e qimeve e cila mund të vazhdoj dhe të themi të riprodhohet nga trupi, sepse në vetvete ne kemi një trup që është në ndikimin hormonal. Dhe për atët e pacientët e themi që duhet bëjnë një mirëmbajtje 1 në vit ose 2 herë në vit, themi. Amerikanët kanë bërë një studim dhe thonë që një pacient e femër gjatë gjithë jetës së saj mesatarisht argjon $50,000 në konsumabël, makineri që do bëj pjesën e epilimi apo mirëmbajtje të trupit të saj.
kundrejt thonë $5.000 që mund të kushtojnë rreth 10 full body në trupin e tyre. Pra, ekziston dhe një benefit ekonomik dhe jo vetëm të themi... Jo vetëm rehatia jo vetëm rehatia. Sigurisht, të gjitha janë pajisje mjekësore dhe duhet të fokusohet kjo gjë, dhe si pajisje mjekësore shërbejnë për të na dhënë një kualitet jete më të mirë. Neve sot, për shembull, kemi sigurisht epilimi, neve sot kemi makineri të cilat më përpara bënim liposuccionin. Sot kemi makineri që na ndihmojnë në përmirësimin e indi diamor, në kombinim të këtyre, në më pak seanca para plazhit, sepse njerëzit thonë do vetëm plazh, do të bëj një trajtim për shembull apo 5 trajtime para plazhit që të duke mirë. Ka makineri? Po. Ka makineri që na japin benefite të tjera. Pra, të gjitha kanë bënë me kualitetin e jetës të pacientit. Në duar të sigurta, sigurisht kemi rezultat shumë Kur të bukura. nga publiciteti, do ndalemi pak edhe të kjo pjesa e dobësimit edhe trajtimit të trupit, tonifikimit. Edhe pak mbetemi tek epilimi, me qënë se jemi në sezonin e verës, edhe pse ju thatë pak më herët, për shkak të ndryshimit të ngjyrës së lëkurës, në përgjithësi nuk është se rekomandohet kjo periudhë. Janë zonat cilat, për shembull, më pjesat, zona më të mbrojtura, mund të rekomandohet. Ka makineri të cilat mundet punoj me energji më të ulta dhe mund të bëjë edhe në pjesën e verës, po jo në fazën që trupi është i skuqur. Pra në momenti që jeni skuqur në pjesa e plazhit apo keni vajtur, element tjetër që neve themi te pacientët është fakti që shpesh pacientët thotë po unë nuk kam qenë në plazh për shembull, nuk vajta një javë 10 ditë. Pse nuk mund ta bëj lazer? Sepse i themi nuk më, sepse të gjithë dalin me mëngë të shkurtra në këtë moment. Pra nuk mund të bësh kraun ose pacientët dalin me një fund, i bie që pulpat janë nxirr. Pra nxirje nuk është vetëm fakti që vajtëm një javë në plazh apo 10 ditë. Nxirje është fakti ekspozimi në vetvete në diell, edhe ne jemi një vend i cili ka diell. Po mosha është faktor? Mosha është faktor, për shembull nuk mundet pyetje shumë një paciente e cila kanë kaluar vite dhe është 50-60 vjeçë dhe qimja është bërë për shembull element shime bardh, lazeri siç thash një ngjyrën. Pra qimen e bardh në një moshë më të madhe nuk e njeh. Për ato pacientet të cilat mund të kenë qime të bardhat, për fat të keq e bardha mbetet aty, jo sot, po që në 1960-ën, dhe pacientja mund të godasë epilimin në një moshë që relativisht çik më të, jo në një moshë më të madhe domethënë, po në një moshë më të vogël. Nga ana tjetër duhet të thënë që nuk mund vemi të bëjmë një epilim në një vajzë 13, 14 apo 15 vjeçe. Vajza 15, 16 vjeçe, 17 vjeçe është akoma në një po stabilizohet pjesa e trupit të saj dhe sigurisht nuk mund vesh të përdorësh një energji lazeri te ai fëmijë i cili në atë moment qimet e saj janë akoma në një fazë zhvillimi. Shoftën e pjesën e fytyrës, se ka adoleshente që janë për shkak të hormoneve, ka një pjesën e fytyrës, domethënë, përshpejtim të mund të jetë një fazë ajo dhe automatikisht shpeshherë ndodh që ti në një moshë 17-18 vjeçare mund vesh bësh një goditje lazer për arsye se fëmia apo adoleshentja e ka prekur qimen dhe në një farë mënyre e ka aktivizuar. Gjë tjetër, informacion shumë i rëndësishëm, vijnë pacientët, ok, mbusha 18, dua ta bëj gjithë trupin lazerin. Qimja flegjum në disa vende është një si ti push. Ti nuk mund bësh lazer te pushi ta aktivizosh qimen. Pra preken vetëm qimet të cilat në vetvete shkaktojnë, janë të aktivizuara. Element tjetër është që lazerat nuk janë vetëm pajisje estetike. Lazerat lindën si pajisje mjekësore për të gjitha ato pacientet meshkuj ose dhe femra që i futej qimja në lëkurë dhe formonte, dëgjon shumë pacient që u detyrova e çava domethënë lëkurën, sepse më formoi një puçër apo më formoi më infektua. Ose shumë pacientë të cilët bënin briskun edhe i mbushet këmba me pika të kuqe. Kjo quhet folikolit. Të gjithë këta pacientët, kur bëjnë lazerin, sigurisht lart moshës 18 vjeçare, marrin një rezultat spektakolar. Pra përmirësojnë anën mjekësore të trupit të tyre. Marrin dhe anën estetike, po kjo duhet të thënë, se kthehemi në pjesën si lindja. Ka pacient tani për shembull që kanë pasur problematika janë operuar disa herë në pjesën që formohet një qist midis vitheve dhe automatikisht mund të marrin një benefit me lazerin për shembull. Pra lazeri ka ndihmuar, edhe trajtime mjekësore. Është trajtim mjekësor.
në vetvete dhe është kategori specifike në lazerat mjekësore. Edhe një pyetje që ka të bëjë me meshkujt, edhe ata tani më janë të hapur për të bërë lazer. Kemi një rritje domethënë të pacientëve me meshkuj, të cilat sigurisht po të vemi të pyesim, deri dje përdorin makinetat, sot kërkojnë të bëjnë epilimin me lazer. Në ndryshim me femrat, meshkujt kanë testosteron dhe testosteroni jep karakteristikën ndërtësore që është shimja. Sigurisht pacienti me rezultat, por me një rezultat pak më të theksuar, më të ngadalt, mundet qimja të dopsohet pak, po prapë të meshkujt rezultati është më i ngadalt, mund themi, mund të veproj në mënyrë të mirë, por nuk vepron aq mirë sa te pacientët femra. Është ideja që shtyn edhe, po themi, ribërjen e terapisë. Edhe të ciklit. Edhe të ciklit. Më shumë seancë. Jo, ideja që në qofë se ti për shumë përdor, në moment që meshkujt përdorin makinet, mund të ripërtërisësh një në 30 apo 20 ditë, po theme, ose dhe më pak, në varësi dhe të qimës, ndërkohë që lazer është më afat gjatë, pra reziston më shumë mos dalja e qimeve. Kështu që është edhe, po theme, edhe ke pjesa estetike, pastërtisë e gjitha, po edhe nga ana ekonomike në qofë se do realizohet me lazer. Kemi tërë ata pacient meshkuj, do me thënë, si dhe koincidon tani, me thënë, kemi të pacient cilët po trajtojmë në këtë fazë, që i është, kam bërë në një mbjedhje për shembull dhe po trajtojmë janë 2-3 pacientë të cilët i është bërë mbjedhje flokëve pak e ulët këtu dhe po kërkojmë ti heqim për fat keq ato qime të cilat janë vendosur në një nivel më të ulët, domethënë ose në zonën e mjekrës, po bëjmë pra lazeri futet edhe në këto dinamika të themi. Ka zona të cilat meshkujt nuk duhet të aplikojnë lazer? Me të njëjtën ashtu si nuk ka te femrat, njëjta gjë është dhe te meshkujt. Kemi shumë pacient meshkuj të cilët në zonën e mjekrës, në moment që vendosin një këmish, shumë pacient vinë dhe thonë më formuajnë puça sepse i prek qimja në momentin kur vendosin një këmish ose një gravat. Bëjnë lazerin aty dhe i përgjigjen në mënyrë spektakolare, pra marrin një rezultat shumë të mirë. Si te femra dhe te meshkujt, ti ke zonat të cilat mund të trajtosh nëse pacienti ka prekur qimen, po e theksoj këtë gjë. Nëse pacienti nuk ka prekur femër ose mashkull asnjëherë qimen në zonën, po flas me një brisk me një makinet, në asnjë mënyrë kategorike nuk duhet të preket qimja. As me lazer, as ti thosh pacientit, po iqe me një brisk më përpara dhe ai të bëjmë lazerin, sepse në vetvete po jo. Iqe në zonën që ti e ke bërë briskun apo që ke bërë makinetën më përpara. Nëse ti fund shpinën paciente femër nuk e ke prekur ndonjëherë, shikon ato si qime të olla të imta dhe do të bësh lazer se mendon që do të ikin, aty mund të aktivizohet qimja. Pra nuk preket qimja. Po qëllimi i lazerit është ta zhduk. Ta zhduki, po janë aca qime të cilat flën gjumë, domethënë, dhe normalisht nëse janë push, për atë bëhet pikërisht dermatoskopia, janë qime të cilat ti nuk do të godasësh nëse janë push. Sepse mund të aktivizohen, domethënë nuk i shikon syri, pacienti mendon se do ta bëjnë gjithë trupin, por në vetvete për atë bëhen vizita specifike. Pyetja e fundit, edhe zona intime që tek vajzat quhet bikini, pra. Tek vajzat është mund të bëhet si te meshkujt dhe nuk edhe meshkujt po njësoj pavarësisht se anatomia është ndryshe. Nuk dëmton, domethënë, si vezoret, si pjesën testikulare, lazeri nuk deporton përveç zonës ku godet qimen. Duhet theksohet kjo gjë dhe është shumë e rëndësishme. E them sigurisht për pacientë, e them dhe për kolegët që ndonjëherë thonë mos bëjnë në këto zona apo ki kujdes. Lazeri është sigurt në ato zona në mënyrën e dur dhe me energjinë e dur. E them këtë gjë sepse pjesa intime është pak më e pigmentuar në vetvete nga ana hormonale qoftë në meshkuj qoftë në femra. Automatikisht nuk mund të përdorësh të njëjtën energji në pjesën intime si zonat të tjera që janë më të bardha. Janë detajet e vogla, po që bëjnë diferencën. Pak publicitet kthehemi për pak minuta për të vijuar edhe me njohuri që duhet kemi ne si klient ose pacient në rastin edhe të pajisjeve të ndryshme për dobësim, meqense është një nga gjërat që shumë e kërkojnë. Trajtimin e lëkurës, heqjen e celulitit, tonifikimin, të gjitha me radhë, pas pak.